Zekati I fitrit është lëmosh që detyrohet të jepet me mbarimin e agjërimit të Ramazanit. Zekati I fitrit u detyrua për 2 shkaqe. Shkaku I parë, të jetë për agjëruesin pastrim nga gabimet dhe fjalët e dyta. Vekia Ibn el-Gjera tha: Zekati I fitrit për muajin e Ramazanit është si 2 sejdët e harresës për namazin. I plotson mangësitë në agjërim, ashtu si e plotsojnë sejdët mangësinë në namaz. Shkaku I dytë, zekati I fitrit është ushqim për të ngratët në ditën e Bajramit. Atë që e synon zekati I fitrit është të shpenzohet për të ngratët dhe të varfrit nevojtar, që ata të mos ndjejnë nevojë për të lypur apo për të ashtrirë dorën të tjerëve për Bajram. Kjo ditë është ditë feste dhe gëzimi. E t'i ashtrish dorën tjetrit për Bajram është përbuzje dhe nënçmim. Ibn Abasi, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, tha: I dërguari I Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, e detyroi dhënien e zekatit të fitrit, si pastrim për agjëruesin nga gabimet dhe fjalët e dyta dhe ushqim për të ngratët. Nxjerrja e fitrave I detyrohet çdo muslimani, agjëroj apo nuk agjëroj, fëmijë apo I madh, madje edhe për fëmijën që është në diep dhe për gruan që gjatë muajit të Ramazanit nuk e agjëroi asnjë ditë për shkak të lehonisë. Allahu I madhëruar në librin e tij thotë: O besimtar, përmendni shpesh Allahun dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij luten për ju, me qëllim që ai t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Ai është mëshirues ndaj besimtarëve. Dhe thotë: Me të vërtetë, në krijimin e qiellit dhe të tokës dhe në ndërrimin e natës dhe të ditës, ka shenja për mendarët. Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam përgëzonte shokët e vet me ardhjen e këtij muaji madhështor, Ramazanit, dhe I nxiste që gjatë tij të përpiqeshin shumë në bërjen e veprave të mira, në kryerjen e namazeve të obligueshme dhe vullnetare, në dhënien e lëmoshës, në ndihmesën ndaj të tjerëve, në durim gjatë kryerjes së veprave të mira, në agjërim gjatë ditës dhe namaz gjatë natës, që kohët e tij të begata t'i mbushtin me përmendje dhe madhërimin e Allahut, me falënderimin ndaj tij, me tesbih, subhanallah, me telil, la ilaha illallah dhe me lexim të Kuranit. Është për të ardhur keq se si shumë agjërues nuk dallojnë mes ditëve kur janë agjërues dhe ditëve që janë të rëndomta. Ishin në të njëjtën gjendje siç ishin para agjërimit, duke folur fjalë pahishme, gënjeshtra, mashtrime e të tjerë. Tek ata nuk e sheh seriozitetin e agjërimit. Këto vepra nuk e prishin agjërimin, mirë po e paksojnë shpërblimin për të. Madje ndodh që gjatë vlerësimit, ato gjërat u humbin tërë shpërblimin e agjërimit. Nga Allahu kërkojmë ndihmë. Dietari Islamit Ibnul Kaimi, Allahu e mëshiroft, ka thënë: Agjëruesit më të mirë janë ata që më së shumti e përmendin Allahun e lartësuar gjatë agjërimit të tyre.